Pas fitores së Big Brother VIP Albania 4, Gjesti shfaqet për herë të parë në publik, ja ku mund ta shohin të gjithë fansat. Pas triumfit të tij në edicionin e 4 të Big Brother VIP Albania, ku shpall fitues me shumë emocione e përballje, Gjesti nuk ka ndërmend të ndalit në kaq. Pas javësh të tëra në qendër të vëmendjes dhe një përvojë që e kthyen në një prej personazheve më të dashur për publikun shqiptar, ai po përgatitet tashmë për jetën e tij jashtme paraqitje televizive e për fansat, teksa duket se kësaj herë është në një format krejt ndryshe. Bëhet fjalë për 2 dalje shumë të shpejta televizive që pas daljes së tij nga Big Brotheri, mësohet që ditën e parë pasi mori çmimin për 100.000 eurosh, Gjesti ka vendosur të qetësohet në Tiranë, teksa është tankuar në mbrëmje dhe me ikjen e janë parë në një disko të kryeqytetit. Ditën e dytë ai është parë afër familjes së tij në një fshat të Pejës në Kosovë, teksa ka kaluar ditën me natë, teksa duket se një ditë më pas është rikthyer në Tiranë, tashmë për të marrë të gjithë vëmendjen edhe pas nënshkrimit me Top Channel që i jep të drejtën atyre për ta menaxhuar për një vit kalendarik. E Gjesti do ketë 2 dalje të shpejta televizive. Pikë e parë është bërë në dije se Gjesti do jetë i ftuar i special në episodin e radhës të spektaklit të njohur humoristik Portokalli. Lajmi është konfirmuar nga vetë produksioni i emisionit përmes një njoftimi në rrjetin social Instagram, ku ndan me ndjekësit detajat e këtij episodi të shumë pritur që mendohet të jetë edhe e fundit në gamën e Big Brother. Gjesti do jetë i ftuar në shfaqjen e radhës të mërkurën ora 19 në studiot e Top Channel Kashar, thuhet në postimin zyrtar të Portokallis në Instagram. Pjesëmarrja e tij në këtë format pritet me shumë entuziazëm nga fansat, të cilët janë kuriozitar ta shohin anën komike spontane të fituesit të Big Brother VIP, teksa ky show me personazhet e tij karizmatik ka sjellë të qeshura pafund. E jo vetëm kaq, pasi ai do të jetë edhe për një publik më të gjerë në koncertin e parë që nga dalja nga Big Brotheri në Escape Premium Club. Gjesti do jetë i ftuar në klubin e mirënjohur që është hapur së fundmi në Tiranë me 25 prill në Magic 4. Rezervimet kanë filluar të bëhen, teksa nga burimet e afërta bëhet me dije se Gjestit i është ofruar një çmim rekord për daljen e tij të parë për 20.000 eurosh. Jo vetëm kaq, pasi Escape Club vetëm një javë më parë kishte të ftuar edhe Ferën në rikthimin e tij, teksa aty edhe Gjesti do të marrë ngrohtësinë e publikut.